që konsideroj shumë jetike për procesin, që ky prokuror me këto të dhëna sipas me jetë të dyshimta ose të tejkaluara në bilandën të jetë i preshtuar të paktën ky nga rasti. Deklaruam që nuk ndjem fajtore. Fillimisht i pandehuri Gjelas Feshla, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Drita Millaku, Sali Zyba, fitore Pacolli Dalibi, kanë përdorur armë. Deputetet Sali Zyba dhe fitore Pacolli, si edhe ish deputetja Drita Millaku, nuk e pranuan pajësinë për hedhjen e gazit Locials në Kuvendin e Kosovës në vitin 2018. Në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, fillimisht i pandehuri Gjelas Feshla, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe 2 herë tjera edhe më pastaj edhe të pandehuri, Drita Millaku, Sali Zyba, fitore Pacolli Dalibi, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kanë përdorur armë, mjete plasëse në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë, ashtu që kanë ndezur disa bombola të gazit Locials, të cilat i kishin hedhur brenda sallës së seancës plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që e kanë pamundësuar vazhdimin e seancës së Kuvendit, ku si e vjedhoi të gjithë deputetët ishin detyruar të lirojnë sallën e Kuvendit. Me këtë, secili veç e veç kanë kryer veprën penale, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm. Do të deklaroj apo jo? Njëjtë Sali Zyba, edhe ju keni drejtë për më deklaru, më me të heshtë se në votës se pranove fajsin, keni drejtë në komunikim nga avokatën të pojnë, ndërsa pranim fajsis është rrethon Jezusi për juve. Do të më deklaru apo jo? Do të deklarojmë. Do të deklaroj. Do të konsideruar para kryesisht dita se në mos komunikim të dy nga avokatët e gjykatës, konsideroj se do të mos dash. Me një vetëm fajtor apo jo? Fituar Pacolli, edhe ju pak një drejtë për deklaroj, më bërë heshtje. Deklaruam që nuk ndjem fajtore. Në seancë, i akuzuari Sali Zyba kërkoi përjashtimin e prokurorit të rastit Baldren Krasniqi, duke pretenduar se pjesëmarrja e tij në këtë rast përbën konflikt interesi. E teksoj, e apeloj të trupi gjykues, që para se të vazhdojë në tutje, të marrë një konfirmim që prokurori prezant në fjalë, ndoshta, për shkak të afërsisë familjare, që është potencialisht që kam informatën nga këtë moment, të na deklaroj ose të na heq dyshimet se i njëjti që nga i furnizuar dhe apo indikuar nga prindit që kanë mbajtur detyrën zyrtare në kohën Që ka pasur në prindit? Që emri prindit? Ismet Krasniqi. Po, Ismet Krasniqi. Nëse ky siç u kupton këtu, është i vjeri natyral i Ismet Krasniqit, e konsideroj më pakta që është konflikt interesi dhe jo profesionalizëm. E konsideroj. Jeni të kërku përjashtimin e prokurorit apo jo? Tashmori i vënuar. Që konsideroj shumë jetike për procesin, që ky prokuror me këto të dhëna sipas me jetë të dyshimta ose të tejkaluara në bilandën të jetë i preshtuar të paktën ky nga rasti. Në këtë seancë mungoi akuzuari i 4, tashmë ministri në detyrë i punëve të brendshme, Gjelas Feshla. Për këtë gjyqtari i rastit vendosi që lënda ndaj tij të veçohet.